Një dosje e rëndë që flet për një grabitje të pastër të pronës publike në zemër të qytetit të Sarandës vijon të qëndrojë mbyllur në zyrtarët e prokurorisë së këtij qyteti prej më shumë se 5 vitesh, ndërkohë që autorët e saj shëtisin të lirë dhe figurat kyçe të përfshira në këtë aferë mbrohen nga një mur i trash heshtjeje dhe korrupsioni. Në qendër të kësaj skeme të falsifikimit dhe përvetësimit të një prone publike ndodhen 3 emra: Sevo Qurku, Andrea Qurku dhe Sali Çapari, të cilët dyshohet se në bashkëpunim me zyrtar të lartë të institucioneve shtetërore dhe përmes dokumenteve të falsifikuara kanë përfituar një pasuri të paluajtshme me vendodhje strategjike në qendër të Sarandës. Sevo dhe Andrea Qurku janë vëllezër dhe njëherë është afërm të Tërmet Peçit, ish kryetari i Bashkisë së Tepelinës dhe kandidat për deputet. Lidhjet e tyre familjare dhe politike dyshohet se kanë shërbyer si garanci për mbylljen dhe zvarritjen e këtij procesi penal. Një tjetër figurë qendrore në këtë skem është Ardi Kola, ish drejtori i ASHK Sarand, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, i cili ka firmosur dhe legalizuar dokumentet e falsifikuara që i hapën rrugën regjistrimit të pronës publike në emër të qytetarëve privat. Për një periudhë të shkurtër, Ardi Kola është shpallur në kërkim me vendim gjykate, por në mënyrë të pashpjegueshme dhe të dyshimt. Dosja ndaj tij është arkivuar pas një hetim të thelluar, duke ngritur dyshime serioze për ndërhyrje të forta politike dhe financiare. Më skandalose vjedhja vet është mënyra se si prokuroria e Sarandës ka heshtur përballë këtij krimi të dokumentuar. Dosja ndodhet në duart e prokurores Valbona Maja, e cila për më shumë se 5 vite nuk ka marrë asnjë masë ligjore, as për sekuestrim prone, as për arrest dhe as për dërgim në gjykat. Burime pranë institucioneve të drejtësisë kanë deklaruar se ekziston dyshimi i fortë se prokuroria Maja është bler nga personat në fjalë për të mos vijuar hetime dhe për të mbyllur gojën e prokurorisë në këtë çështje. Në vend që të zbatoj ligjin dhe të vërë para drejtësisë personat përgjegjës për grabitjen e pronës publike, prokuroria ka kthyer syt nga ana tjetër, duke lejuar një padrejtësi flagrante të vazhdojë pa ndëshkuar. Në kushtet ku drejtësia lokale rezulton e paralizuar dhe e kapur, tashmë vëmendja bie mbi SPAK. SPAK është thirrur të veprojë mbi të gjitha rastet kur drejtësia lokale dështon për shkak të lidhjeve të errta me politikën dhe korrupsionin në nivelit të lartë. Rasti i Sarandës është një provë konkrete për integritetin dhe efikasitetin e SPAK. Pyetja që ngrihet me forcë është: a do të hetojë SPAK prokuroren Valbona Maja për korrupsion dhe shpërdorim detyre? A do të hapet dosja e mbyllur ndaj Ardi Kolës? A do të zbulohet roli i Tërmet Peçit në këtë aferë që po mban peng pasurinë publike të qytetarëve shqiptar? Ndërkohë që zyrtarët e korruptuar dhe të afërmit të pushtetit gëzojnë prona publike të përfituara me mashtrim, qytetarët e Sarandës dhe më gjerë kërkojnë një drejtësi që të mos friksohet, të mos shitet dhe të mos hesht. Ky nuk është më vetëm një skandal lokal. Kjo është një pasqyrë e qartë e kapjes së shtetit, ku pushteti përdoret për të mbrojtur interesat e një grushti njerëzish në dëm të gjithë shoqërisë.